Vendosje ditën e sotëm me këtë votimi i fundi dhe e pash këtë ish ministrin se ende filloi me akuzu ish partitë opozitare për vota. Kom pasur një prezimit njerët kanë ndërtuar edhe në periudhën kur është kërkuar që të konstituohet kuvendi dhe që kanë kërkuar, kanë thonë që deputetët e kanë obligim të votojnë në zgjedhjen e kryeparlamentarit, ndërsa në atë periudhë duhet dini se qartë Albin Kurti ka thonë që s'proboni, votani kryeparlamentarin se unë i kam votat për qeveri, vërtet e sjellëm në stilin e sotit, u pa që Albin Kurti nuk i ka votat dhe sot nuk o voti qeveria Kurti 3, po ajo qa e mira që keni mujt me po sot e keni po një Albin Kurti dëbur, përkushtume, dhe në vend që ka prezentoj planin qeverisë, sa i ka folë për punën që i ka bu, pa dosh me thonë që e ka sankcionu vendi, që vendi është në sankcione, që vendi i ka bu paleate, që si kryeministër për 4 vjetë se ka prit asnjë vend dhe se ka pas asnjë pakim të rëndësishëm, sepse në veprimet e veta ka sankcionu dhe a e dëgju, sepse ka kundërshtuar më në fund e pranoj që e ka pranu marrëveshjen e asociacionit bile edhe aneksin e marrëveshjes. Çdo që të bëhet publike në mënyrë që ata militantët e lëvizjes vetë vendosje ta kuptojnë qartë se më në fund e pranojnë. Ne kemi thonë që e ka pranu, sepse kemi informacione, po asnjëherë nuk e ka pranu si ditën e sotit. Tash është një etapë e re, s'ka më qeveri Kurti 3, vendi ose do të ketë një qeveri nga ish partitë opozitare ose do të shkojë në zgjedhje, po me rëndësi që kjo sot dhe ky zëvim e vendit më nuk do të vazhdojë. Zënë Gabriela, ju vazhdimisht po e kritikoni qeverinë Kurti, edhe sot nuk e votuar, domethënë qeveri, po në fushë Kosovë keni bënë një koalicion me vendosin. Pse? Sa është relevante vota e aleancës është tepër, nuk e ka bënë në konsultim me Degen, me Qendrën. E kom thonë, s'është prononcimi e parë që për e thonë, është prononcimi i sot që kemi thonë, megjithatë ne kemi një numër tepër të vogël në asamblesë të shpiktuar në fushë Kosovë, nuk është relevante ndoshta me koalicionet e tjera, e ka bënë kryen vete dhe do të vazhdojmë. Ne tash koncentrimin e kemi në balotazhin ku ne u teqim, edhe që tash e kemi në 5 komuna. Në fund gjithë koncentrimin dhe punën do të bëjmë në ato qytete në të cilat jemi si parti të parë e në unik parti e dytë për balotazh.